Të paktën 7 persona u vranë dhe mbi 20 të tjerë u plagosën si pasojë e sulmeve ruse ndaj zonave pranë vijës së frontit në Ukrainën lindore, njoftuan autoritetet lokale të hënën. Sipas prokurorëve, në rajonin e Donetskut, 3 persona humbën jetën në 2 zona pranë Konstantinivskës, një nga pikat më të nxehta të luftimeve. Ushtria ruse ka deklaruar se ka marrë nën kontroll qytetin gjatë këtij muaji, një pretendim që mohohet nga autoritetet ukrainase. Një tjetër person u vra pranë Kramatoroskut, një qendër strategjike për mbrojtjen ukrainase në rajonin e Donetskut. Zyra e prokurorit lokal bëri të ditur se gjithsej 18 persona mbeten të plagosur nga sulmet në këtë rajon. Ndërkohë në rajonin Fqi, kreu i administratës ushtarake lokale, Oleksandr Kaza, tha se 3 persona u vranë dhe 6 të tjerë u plagosën pas më shumë se 50 sulmeve me dron dhe artilleri në 5 zona të ndryshme. 2 nga viktimat u regjistruan pranë qytetit Nikopol, i cili ndodhet në brigjet e lumit Dnipër dhe është shpesh objektiv i bombardimeve ruse. Viktima e tretë u raportua pranë fshatit Synelnikove, më në lindje të rajonit. Ndërkohë në anën tjetër të kufirit, autoritetet ruse njoftuan se një sulm me dron ukrainas goditi një objekt tregtar në rajonin e Belgorodit, duke lënë një person të vdekur dhe 2 të plagosur. Sulmet e ndërsjellta vinë në një kohë kur luftimet në lindje të Ukrainës vijojnë me intensitet të lartë, ndërsa të dyja palët raportojnë goditje të vazhdueshme ndaj objektivave ushtarake dhe infrastrukturës pranë vijave të frontit.